Selam aleikum. Unë I fali thot 5 kohë namaz, shumë bëjnë pa drejtësi, familja burrit, më ranojnë me fjalë. Aleikum selam, rahmetullah. Ta ranosh dikan me fjalë, veç pse ke mundësi është për mëkateve të mëdha. Ta përqeshësh dikan, qoftë duke përmend të këqija që I ka, apo ato që si ka, prapë është mëkat. T'ja vesh shkelmat në fyt njerëzit, veç pse po mundesh me bëni gjë tillë, edhe kjo është mëkat. Ama ta përqeshësh, edhe ti bësh pa drejtësi, pse ai fal namaz ose ajo fal namaz, la ilaha illallah, nuk ka ku shkon më keq. Tash. A janë qëto të pranishme te ti, motër, ajo nuk e di. Por unë jap një këshill për të gjithë. Keni kujdes, askan mos e përqeshni. As për ato të këqija që I ka, as ato çka si ka. Ban me këshillu, nëse këshilla bën dobi, me formën më të mirë, më të bukur, më të hishme, më të urtë. Njerëzit që janë sinqertë duhet me këshillu. Në rastin tanë, ata I këshillova, ty çka me të këshillu. Allahu ta letoft. Allahu të dhash sabër, e gajret, e mirësi, e durim. Lidhë namaz, lidhë me Zotin. Pejgamberi Allahu ta xhel kanë thonë, ne mërzijat edhe gajlet tona ja shpalosim Allahut. Ti që për fal namaz, duhesh më konë ma fort se ata që s'falin namaz. Ma qëndrueshme. Unë e di se ma mira kësaj situata është me ndërhyjt burrit, edhe me I largu pa drejtësit. Kërkush kërkuj s'ban mi bë zullum. Zë më thonë tash reja pse ka në shpim mi bë zullum, po zë më thonë asë reja tash me thonë që unë e burrin e kam ka vetja, dhe unë e bëj qka duhet, dhe ka shi babas, nanës burrit, ka shi vjerive, ku e di qka. Jo, gjithsesi dhe ka pozicionin e vetë. Kërkush kërkujt me I bë zullum, nëse dojnë me kalu një jetë të përbashkët, a duhet ka pak një mshirë sytë? Po, sepse perfekt 100% nuk ka kërkun. Edhe atër kur lëshon për reja, ose djali, ose vjere, ose vjera, le ta bëjnë për I Zotit Zotit, për një hatër më të madh, mos mu përqa familja, mos mu nda familja. Nëse nuk ka alternativa fare, humbin gjitha shpresat, për mos marrë deri te shkurrëzimi, ndoshta e vlen me marrë një vendim burrit, më nda, edhe me tu afër, qoftë me banesa, qoftë me shtëpi, qoftë me kate, ku e di qysh, mos marrë deri tek më e keqja. Nuk kemi çka më bëj, duhet mu pajtu me realitetin që ne jemi tu jetu. S'ka zullum, kërkush kërkuj me I ba. Ma mirë, me thonë ku ishia, da, djali prej babës e prej nanës, se sa për ditë zullum. Ama në këtë rast, burri duhet më koni fort me I mshu seneve, sopat. Me I prej sene, trek. Kërkush kërkuj mos me I ba zullum. E dim çka është ma mira.